Jetojmë tani në pjesën më të mirë të vitit. Pjesa më e mirë e vitit është fillimi i Dhul-Hijjes. Profeti i Allahut sallallahu alaihi wasallam në radhë parë Allah azza wa jall ka bën be këtë pjesë të vitit. Surën Fajr që lexuam tani, Allah subhanahu wa taala thot pasha agimin, wal fajr, wa layalin ashr, wa layalin ashr, dhe pasha 10 nete. Unë betohem në agimin dhe betohem në 10 nete. Allah subhanahu wa taala këtë kemi shpjeguar për përsërismi prapë në çdo rast që Allah betohet në pjesa të krijimit apo në krijesa për me tregu rëndësinë e tyre tek Allah. Mirë po njerëzve nuk ju lejohet me bën ben asgjë tjetër pos në Allah subhanahu wa taala. Njeriu kur bën ben Allah apo hesht. Ashtu si thotë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, "Men kana minkum halifan falyahlif billah aw liyasmut", ai i cili bën be për ju le të bëjnë ben Allah apo le të hesht. Dhe thotë i dërguari i Allahut, "Men halafa bighayri Allah faqad ashrak", ai i cili bën ben diçka tjetër pos në Allah ka bën për taksi Allah, ka bën shirk. Mirë po Allah, krijuesi çdo gjëje, bën ben çka do. Dhe këto Allah po bën ben agimin, sepse agimi është çaj madhështore e Allah. Kur errësira e natës çpërthehet me ardhjen e dritës dhe vjen drita, kjo është çaj që ka një krijuesi madh, Allahu akbar. Çfarë bën to? Nuk u bën vetë. Po ashtu, Allah subhanahu wa taala pasi që bën ben agimin, bën ben 10 nete. Dhe pasha 10 nete. Imam Ibn Kathirin tefsirin e tij thot, dhe shumica e dietarëve që e komentojnë Kur'anin janë të pajtimit që bëhet fjalë këtu për 10 netët e fillimit Dhul-Hijjes dhe ditët e tyre, sepse dita në Islam fillon përmes natës. Në perëndon dielli hyn dita përmes natës, është. Që ato quhet nata e Bajramit, atë ditë kur mbaron Ramazani, se hyni Shawali, edhe të nesërme e pason dita natën. Se po ashtu Allah azza wa jall tek Allah ditët fillojnë përmes natës. Dhe Allah subhanahu wa taala kur bën benje në një pjesë të kohës, do të thonë që është shumë me rëndësi ajo pjesë. Çdo kohë është me rëndësi, mirë po veçanërisht. Se tash ti jem në Dhul-Hijja është muaj shejt, prej muajve të shejt Allahut, aty zbatohet haxhi, aty ka vepra madhështore, kryet një shtyllë e Islamit, aty të bëhen këtë musliman, gjithë anëm kanë botës shkojnë dhe kryjnë ritualin e haxhit, janë dita të mëdha, cilat ka shumë ibadet, shumë lutje ngritën Allah, e kështu me radhë. Bëhet sakrificë, bëhet kurban, e kështu me radhë, janë dita të mëdha. Dhe Allah subhanahu wa taala bën ben ato dita, dhe ato dita janë madhështore, janë shanse madhe që është dhënë njerëzimit, ata që cilët janë gjallë, në ato dita do të më shfrytëzu patjetër. Dhe në ato dita i dërgumi Allah sallallahu alaihi wasallam na mëson që nuk ka dita në të cilat vepra e mirë është më e dashur tek Allah se sa në ato dita. Thot ma min ayamin amalu salih fihinna habbu ila Allah min hadhihi al-ayam. Nuk ka ditë prej ditëve në të cilat vepra e mirë është më e dashur tek Allah se sa vepra e mirë e cila zbatohet në ato ditë, do të thotë në fillimin në dekadën e parë Dhul-Hijjes. Dhe çdo vepër e mirë, këtë hadith kuptojmë që çdo vepër e mirë e dën Allah në ato ditë, e dën çdo kohë, po veçanërisht në ato ditë. Dhe në radhë të parë veprat që Allah i dën më së shumti në çdo kohë, po aq më shumë edhe në ato ditë janë obligimet. Dhe në radhë të parë namazi. Namazi obligativ Allah shumë e dën në kohën e tij me xhamat. Atëherë shfrytëzoni këto dita për më fal me xhamat, sidomos kur njëri është në kohë të lirë apo jashtë orarit të punës, shfrytëzoni. Se janë vepra të mëdha, vepra e madhe është kur njëri del prej shtëpisë, e lën dunjon, familjen, pasurinë, obligimet apo kolltukun e vet për me dalë dhe me bën ibadet Allahut azza wa jall, mirësesh dhe Zotit botës. Dëshmon madhërimin e Allahut subhanahu wa taala, që Allah më i rëndësishëm se këto gjëra të cilat po i posedojmë. Dhe profeti i Allahut sallallahu alaihi wasallam na mëson që vepra më e dashur tek Allah është ajo që na i ka bërë obligim. Hadith Qudsi, ku i dërguari i Allahut e përcjell fjalën e Allahut, thotë se Allah i lartësuar ka thonë: "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in habba ilayya mimma aftaradtu alayh." Dhe robi im nuk më është afruar mua me një gjë që unë e du më shumë se sa ato që ja bëra obligim. Robi nuk ka mundësi mi afru Allah me një vepër që Allah e dën më shumë se sa veprën që Allah ja ka bërë obligim robit. Të është shumë e rëndësi që në këto dita njeriu me pas kujdes të madhe
ndaj obligimet veta. Ato që Allah t'i ka bë obligim, ato që Allah t'i ka bë ndalesë më largu, edhe shtesë që ki mundësi masaj me fal namaz natë, me lexu Kur'an, me bë dhikr, me bë tehlil, tekbir, tasbih, që shkon në hadith, me përmend Allahun shumë të dita, është vepër shumë e mirë që Allah subhanahu wa taala e don. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.